Incidenti ndodhur më 23 maj në Mitrovicën e Veriut, ku një polic i Kosovës ndërhyri ndaj disa të rinjve serb që po thorisnin slogane nacionaliste, ka nxitur jo vetëm reagime publike, por dhe një valë të organizuar propagande nga Beogradi. Në këtë kontekst, deklaratat e analistëve dhe njoftëses së zhvillimeve politike dhe të sigurisë, si Mea dhe Gecaj, ofrojnë një qasje më të theduar dhe të argumentuar ndaj zhvillimeve të fundit, duke hedhur dritë mbi sfidat reale që përballon shteti i Kosovës përballë një lufte hibride të vazhdueshme. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Gazmend Hoxha, foli në një konferencë për mediat, lidhur me incidentin e 23 majit në Mitrovicën e Veriut, ndaj të cilit reagoi një pjesëtar i policisë së Kosovës, që ndodhej në afërsi. Hoxha ka publikuar fakte që dëshmojnë se nuk është ushtruar dhunë ndaj maturantëve serb. Drejtori i policisë adresoi edhe fushatën propagandistike që ka ardhur nga Serbia, duke theksuar: "Kjo propagandë vazhdueshme e fabrikuar dëshmon se policia është bërë target i sulmeve hibride që burimin e ka në Beogradin zyrtar." Lidhur me këtë çështje, ekspertët e sigurisë deklarojnë se dezinformimi mund të prodhojë pasoja të rënda. Në këtë kontekst, ata shprehen se angazhimi institucional, transparenta dhe partneriteti ndërkombëtar mbeten kur themel për ruajtjen e stabilitetit dhe integritetit shtetëror të Kosovës. Eksperti i sigurisë Hyssein Gecaj në një prononcim ka folur rreth konferencës për mediat që është mbajtur nga policia e Kosovës. Ka thonë se në një klim të mbushur me propagandë dhe dezinformim, sidomos në veri, transparenca institucionale është elbësore. Deklaratat e drejtorit të policisë së Kosovës, zotit Gazmend Hoxha, janë të rëndësishme dhe të domosdoshme për të vënë pikat mbi i, sa i përket incidentit të 23 majit në Mitrovicën e Veriut. Në një kohë kur propaganda dhe dezinformimi janë bërë mjete të zakonshme për të ndikuar opinionin publik, sidomos në rajone të ndjeshme si Veriu i Kosovës, transparenca dhe qartësia e institucioneve tona është jetike. Propaganda që po na vjen nga Beogradi zyrtar e përqendruar në gjoja dhunë ndaj maturantëve serb është pjesë e një modeli tashmë të njohur të fushatave të dezinformimit. Këto janë përpjekje të qëllimshme për të delegjimituar policinë e Kosovës dhe për të krijuar një atmosferë frike, pasigurie dhe mosbesimi në mesin e komunitetit serb lokal. Gecaj ka theksuar se dezinformata ndaj policisë së Kosovës nuk janë thjesht çështje komunikimi, por një kërcënim i drejtë për drejtë për sigurinë publike. Dezinformata ndaj policisë nuk janë thjesht një sfidë komunikimi, ato përbën një kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë publike. Ky komunitet nxitës të mos i besojnë forcave të rendit përmes narrativave të rrema, ka thënë ndër të tjerash ai. Aktive primet propagandistike të Beogradit janë të lidhura ngushtë me përpjekjet për destabilizimin e Veriut të Kosovës. Në tjetër, njohësi i sigurisë Xhevat Meha në një prononcim për Bota Sot ka deklaruar se ndërhyrja e policit nuk përbënte përdorim dhune, por për këtë duhet të jep vlerësim Inspektoriati i Policisë së Kosovës. Pak ditë më parë doli një video ku një polic i Kosovës ndërhyri ndaj një grupi të rinjve që prishnin rendin dhe qetësinë publike me thirrje nacionaliste e urrejtëse dhe përçarëse ndaj pjesës tjetër të qytetarëve. Polici bisedoi me njërin nga këta të rinj, që për mua nuk ishte përdorim dhune, mirëpo për këtë duhet të japë përgjigje Inspektoriati i Policisë së Kosovës. Tutje Mea ka vlerësuar se rasti ndërhyrjes së policit në Kosovë ndaj të rinjve me thirrje përçarëse u përdor nga institucionet serbe për propagandë dhe dezinformim. Në fund ai shtoi se egzagjerimi i rastit nga Serbia mund të ketë dy shpjegime. Ajo çka ishte veçoria e kësaj ndërhyrje ndaj Serbia kishte fryrë rastin deri në ekstreme të larta. Kjo fryrje mund të jetë vetëm me dy shpjegime, ose ishte thirrje ndaj qytetarëve serb të Kosovës për mobilizim si përgatitje për ndonjë aksion të dhunshëm, ose ishte shprehje frustrimi i momentit, ka përfunduar Meha.